Me ardhjen e pranverës, shumë ka persona që përballen me alergjinë sezonale, e njohur ndryshe si alergjia polenit apo riniti alergjik sezonal. Kjo gjendje shkaktohet kryesisht nga përhapja poleneve në ajër gjatë kësaj periudhe. Alergologu Dr. Dugaxhin Leshi tregon më shumë rreth kësaj alergjie. Alergjitë pranverore më të shpeshta dhe më të zakonshme është alergjia polenit, si dhe riniti alergjik. Alergjia polenit është smundje më e shpeshtë alergjike në këtë sezon, e cila shfaqet për shkak të prezencës më të madhe të polenit që është në këtë kohë, pasi është lullëzimi i pemëve, i bimëve tjera, kështu që është koncentrimi më i madh i polenit në ajër. Sipas doktorit, alergjia zakonisht zgjat 1 deri në 2 javë, por kjo varet nga trajtimi që marrin pacientët. Ai gjithashtu tregoi se cilat janë simptomat më të shpeshta që paraqiten. Alergjia zgjat mos e paku 1 javë ose 2 javë, por ky lloj alergjisë tek këta persona, tek këta pacienta shfaqet për çdo vit. Në këtë kohë na paraqiten më tepër pacient me këto simptome të alergjisë, me lotim të syve, rrjedhje të hundëve, vështirësi në frymarrje. Pra kozgjatja është deri në shërim total, se përndryshe kjo vazhdon, kështu të në këtë kohë edhe më tepër. Ndër të tjera, doktori Leshi ka edhe disa këshilla. Për këta pacientë të cilët preken nga alergjitë pranverore, ju kisha rekomandu që të vinë në shërbimin tonë në spitalin e përgjithshëm Isa Grezda, që të evidentohen së pari, të tregojnë problemet, që të mundohen të diagnostifikojnë në mënyrë sa më të saktë këtë smundje, me anë të testeve inhalatore, testeve lëkurore të cilat bëhen për të diagnostifikuar kjo smundje, si dhe ta bëjmë trajtimin medikamentoz të saj. Mjekët apelojnë që në rast të simptomave të vazhdueshme, qytetarët të konsultohen me specialistët për të shmangur komplikimet.